100 vrapues të distancave të gjata nga Franca kanë marrë pjesë në maratonën e pyllit të Divjakës. Maratona në Divjak u organizuan nga shoqata sportive jo fitimbrurse Marathon Albania, ku vrapues të moshave të ndryshme nga Franca, si dhe nxënës së shkollave të Divjakës, kanë vrapuar në shtegun e Vaut në 12 kilometra. Itinerari përfshin dhe kalimin në pyll, në shtegun e Vaut deri në lagun. Organizatorët shprehen se janë nisur bukuritë e Divjakës dhe kanë sjellë në Divjak vrapuesit e do të jetë në kartolinë e bukur për turizmin. Leonard Peço, jam sekretari përgjithshëm i shoqatës Marathon Albania, një shoqatë që organizon maratona dhe ultramaratona në mbar trojet shqiptare, me fjalë në Shqipëri. Kemi zgjedhur Divjakën pasi ne jemi të kontraktuar për i të vërtetës nga një agjenci turistike, Ecotours, jemi përzgjedhur si një nga shoqatat organizatore nga më të mirat që ekzistojnë në vendin tonë për të përgatitur një kartolinë të bukur të vendit tonë në disa qytete të Shqipërisë. Sot e kishte radhën Divjaka për një grup, për një shoqat vrapuesish nga Franca, të cilët sot kanë etapën e dytë që zhvillohet në Parkun Kombëtar të Divjakës si një nga perlat, si një nga kartolinat më të bukura që Shqipëria mund të prezantohet, jo vetëm tonë në Shqipëri, por dhe në mbar botën. Sot është një ditë shumë e bukur dhe u emëruam nga Bashkia e Divjakës që është një ekip, një grup, një shoqatë sportive, sikurse analoge e shoqata Marathon Albania, të cilët ka disa grupe vrapuesish, ka vrapues elitar, ka vrapues të ritmit më mesatar, ka dhe persona të cilët janë një nga ato vrapuesit francez, të do t'i tregoj rrugës. Bravo. Edhe kishin dëshirë që të bënin një ditë në Parkun e Kombëtar të Divjakës, të bënin një stërvitje, një seancë stërvitore në këto. Dhe u drejtuan dhe të shoqata Marathon Albania për ta bërë këtë eveniment ku u futën shkollat e mesme të qytetit të Lushës dhe të Divjakës dhe ekipi dhe shoqata sportive që ka ardhur nga Franca. Njëkohësisht për shoqata Marathon Albania, njëkohësisht edhe kompania Ecotour, e cila është një kompani shumë precizioze në Shqipëri, menduam dhe organizuam këtë ditë stërvitore të përbashkët bashkë me vrapuesit francez. Janë gjithsej rreth 100 vrapues nga Franca dhe rreth 200 nxënës nga Divjaka. Bravo, 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 bravo. Albania. Bravo. Atletët francezë që vizitonin për herë të parë Shqipërinë, betën të mrekulluar nga natyra nëpër të cilën vrapuan, por njëkohësisht të keqardhur pasi nuk patën mundësi të shijonin faunën e pasur të parkut për shkak të angazhimit në garë. Le problème c'est qu'il y a pas beaucoup d'oiseaux. Je suis un petit peu déçu, on les entend, certes, mais j'ai vu des pélicans très loin. Oui, oui. Mais sinon, c'est magnifique, hein. À part les moustiques, ils sont un peu agressifs. Në përfundim të maratonës 12 kilometra me kohën 54 minuta e 19 sekonda, u shpall atleti Adrien Penalba. Aktivitetet të tilla shërbejnë për të nxjerrë në pa vlera turistike të Parkut Kombëtar Divjak Karapasta.